Babai i Enver Hoxhës ishte Halil Hoxha, një tregtar i suksesshëm tekstilesh nga qyteti i Gjirokastrës. Ai lindi në fund të shekullit të 19 dhe ishte pjesë e një familjeje muslimane toske, e lidhur ngushtë me urdhrin Bektashi, një degë e Islamit që njihet për tolerancën dhe përqafimin e elementëve mistik. Halil ishte një njeri me horizont të gjerë, i cili udhëtoi në vende të ndryshme të Europës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për qëllime tregtare, duke sjellë përvoja dhe ide të reja në Shqipëri. Nëna e Enver Hoxhës ishte Gjylihani, e njohur ndryshe si Gjylo. Ajo ishte një grua e përkushtuar ndaj familjes dhe traditave kulturore të kohës. Së bashku Halili dhe Gjylihan patën 4 fëmijë, Enverin dhe 3 vajza, Farien, Haxhirin dhe Sanien. Familja Hoxha ishte e njohur në Gjirokastër për përkushtimin ndaj arsimit dhe kulturës. Emri Hoxha rrjedh nga fjala turke Hoca, që do të thotë mësues ose udhëheqës shpirtëror, një titull që atribuai përpjekjeve të familjes për të mësuar dhe përhapur dijen ndër shqiptar. Një figurë tjetër e rëndësishme në familjen Hoxha ishte Hysen Hoxha, xhaxhai i Enverit, i cili ishte një aktivist i shuar për pavarësinë e Shqipërisë dhe firmëtari i deklaratës së pavarësisë në vitin 1912. Ai luajti një rol të rëndësishëm në formimin e ndërgjegjës kombëtare dhe politike të nipit të tij, Enverit, që më pas do të drejtonte Shqipërinë për 50 vite nën diktaturën komuniste. Gjithashtu, gjyshi i Enverit, Beqir Hoxha, ishte i përfshirë në degën e Gjirokastrës të lidhjes së Prizrenit, një lëvizje patriotike që synonte mbrojtjen e interesave shqiptare gjatë periudhës osmane. Në vitin 1916, kur Enveri ishte ende fëmijë, babai i tij e çoi për të marrë bekimin e babas Selimit në Teqen e Zallit, një ngjarje që tregon për lidhjet e ngushta të familjes me traditat bektashiane dhe rëndësinë që i jepnin udhëzimit shpirtëror. Halil Hoxha ishte një njeri me vizion dhe përkushtim ndaj edukimit të fëmijëve të tij. Ai siguroi që Enver Hoxha të merrte një arsim cilësor, duke e dërguar fillimisht në shkollën fillore në Gjirokastër dhe më pas në liceun kombëtar në Korçë, një nga institucionet më prestigjioze të kohës. Ky arsim i avancuar luajti një rol kyç në formimin intelektual dhe politik të Enverit, duke e përgatitur për rolin e tij të ardhshëm si udhëheqës i Shqipërisë. Në përmbledhje, rezulton se babai i Enver Hoxhës, Halil Hoxha, ishte një figurë e rëndësishme në jetën e diktatorit shqiptar, duke ndikuar në formimin e tij përmes përkushtimit ndaj familjes, edukimit dhe traditave kulturore. Ai përfaqësonte një brez shqiptarësh që përmes punës së palodhur dhe përkushtimit ndaj verave kontribuan në formimin e identitetit kombëtar dhe në përgatitjen e brezave të ardhshëm për sfidat e kohës.